Mirë do t'ishte që dhe dimensioni politik të ishte në këto nivele, por nuk po e prekim atë temë. Përsa, zoti Maqedonci, më tërhoqi vëmendjen që në muajin shkurt, deputet të parlamentit anglez i kërkuan ministret të industrisë në parlamentin britanik, Maria Eagle, informacion për atë që ata i cilësojnë eksporti i armëve nga Britania drejt Kosovës. Dhe ky ishte në muajin shkurt. A ka pasur ndonjë zhvillim deri më sot për sa i përket eksportit të armëve nga Britania e Madhe në drejtim të Kosovës? Po, ne në vitin e kaluar kemi pranuar një kontingent, cilin e kemi prokuruar nga Britania e Madhe, pra një kontingent të armëve të një tipit të veçantë, që kemi prokuruar për herë të parë nga një shtet si Britania e Madhe, shtet i cili në një farë forme deri vitin e kaluar ka pasur në një farë formati sankcione në raport me hapësirat e ish Jugosllavisë, më saktësisht Serbisë, Kosovës dhe Malizi, pra kemi thyer, mund themi, atë pengesë që ka qenë mes dy vendeve, dhe gjithashtu gjatë vitit të kaluar unë kam nënshkruar të përditësuar një marrëveshje në muajin maj me Britaninë e Madhe, ku kemi adresuar gjithashtu aspektin e prokurimeve, pra ne nuk kemi asnjë pengesë për blerjen e sistemeve të armatimit nga Britania e Madhe, që është ndër vendet më mbështetëse të ushtrisë edhe sistemit tonë mbrojtës. Po, zoti Maqedonci, për të vazhduar me një tjetër element të rëndësishëm të kësaj bisede, duket sikur për shkak të zhvillimeve të furishme gjeopolitike në Ballkan dhe më gjerë, nuk ka marrë peshën dhe rëndësinë e duhur. Bëhet fjalë për manovrat ushtarake Defender Europe 2025. Dhe unë citoj kryeministrin Kurti që në njoftim të para pak javësh ka njoftuar Republika e Kosovës nga 26 maj, pra brenda këtij muaji deri në 7 qershor do të jetë vend mikpritës i ushtrimit më të madh ushtarak në Evropë, që po planifikohet dhe organizohet nga ushtria amerikane me emrin e koduar Defender Europe 25. Cilat do të evidentonit ju si elementet më të spikatura të raportit të Kosovës me këtë organizim kaq madhor ushtarak? Saktësisht, ne si Republika e Kosovës, përveç që do të marrim pjesë me forcën e sigurisë së Kosovës në këtë ushtrim, sepse ushtrimi Defender Europe 25 shtrihet në gjithë Evropën, janë dikon 25.000 ushtarak që marrin pjesë në këtë ushtrim nga 29 vende të NATO-s, dhe Kosova është mes atyre vendeve që jo vetëm kontribon, por edhe mes më pak vendeve që janë vende pritëse të këtij ushtrimi, pra Republika e Kosovës do të mikpres në një farë forme ushtrimin Defender Europe 25 edhe në territorin e saj, po përveç që jemi vend pritës i këtij ushtrimi, përveç që do të marrim pjesë me prafërsisht 1000 trupa në Kosovë, por edhe në Shqipëri, Maqedoninë Veriut dhe Kroaci, për herë të parë në Republikën e Kosovës do të vendoset komanda taktike e divizionit 28 të Këmbësërisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej ku do të drejtoj gjitha operacionet dhe trajnimet që zhvillohen në Ballkanin Perëndimor. Pra, Republika e Kosovës për herë të parë ka fituar besimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të vendosur një komandë të lartë ushtarake amerikane, dhe Kosova do të jetë lokacioni prej ku do të drejtohen gjitha ushtrimet që do të ndodhen në Ballkanin Perëndimor. Zoti ministër, unë doja një element të rëndësishëm që ka pasur në emisionin që drejtoj deklarata të ndryshme nga ekspertë të çështjeve të sigurisë për sa i përket bazës ushtarake amerikane të Bondstillit. Pati dhe thashë theme apo fake news që ato mund të zhvendosen e tjerë, por informacionet që janë mbledhur në këtë emision janë që baza e Bondstillit jo vetëm që nuk do të mbyllet, por do të zgjerohet dhe do të bëhet vend pritës edhe i shpërnguljeve të ushtarëve amerikan nga bazat të tjera që ata mendojnë që do t'i mbyllin. Nuk e di, ju i konfirmoni të tilla informacione? Në fakt, unë nuk kam informacion të tillë, mirë po çka e di është që nga gjitha diskutimet që kemi pasur me partnerët tonë nga SBA, edhe nga vizita ime gjatë muajit janar në Pentagon dhe Departamentin e Shtetit, ka një konfirmim
të vazhdimësisë së kontributit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqen dhe sigurinë në Ballkan, më saktësisht të vazhdimit të prezencës së saj në Republikën e Kosovës në bazën Bondstill, por çka është për të theksuar që ne jemi duke punuar ngushtë me Departamentin e Mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me UKOM-in dhe Ushtrinë e SBA-ve për Evropë dhe Afrikë, që të kemi një prezencë të shtuar në bazat tona të forcës së sigurisë së Kosovës, duke bashkëpunuar në shumë fusha, e çka gjithashtu do të theksoj është edhe fakti që në shkurt të këtij viti ne kemi inauguruar një prej atyne poligoneve më të mira që mund të ketë në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjerë, për shitje me armë të lehta, dhe që është donacion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ushtrinë e Kosovës, është ndërtuar në White Box dhe është sipas standardeve të NATO-s dhe është me të vërtetë një ndër poligonet më moderne që ka ndonjë ushtri sot në Evropë për këtë lloj qitjesh. Dhe kjo ka ardhur si rezultat thash i mbështetjes që kemi pasur nga Shtetet e Bashkuara, nga SBA dhe mbështetjes së vazhdueshme që po kemi nga SBA në ndërtimin e kapaciteteve tona, në trajnimin e stafit ton, në furnizimin me pajisje, por edhe në këshillimin e vazhdueshëm që kemi nga këshilltarët e SBA-ve. Është për të theksuar që në kabinetin tim aktualisht kam 2 këshilltarë që paguhen nga Departamenti i Mbrojtjes për qenë në mbështetje të zhvillimit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. Po, zoti ministër, unë kam dhe një pyetje të fundit.